A që po të con Ibn Kajmi, I cili thot se Allahu Azza wa Jall ndonjëri sprovon robët e vet për ta nxjerrë një lloj loti që nuk del vetëm pas dhimbjes së thellë. Ashtë një lloj loti që nuk ka mundësi të nxjerrët, ky lloj loti vëllezër të ndershëm. Vetëm atëherë ku gjegen e cis I themi shpirti. Mirë po çfarë ndodh Ibn Kajmi siç thot, Allahu I sprovon disa robë të vetë që të nxjerrë këtë lloj loti nga thellësia e shpirtit të tyre. Dhe ky lot ku të pikoj dhe ku të nxjerrët, thot Ibn Kajmi, çatëherë qetësohet shpirti, çatëherë kënaqet dhe dëfrohet dhe gëzohet zemra, çatëherë nefsi pushon vëllezër të ndershëm. Por atë Ibn Kajmi thonte, loti ma I shtrejt dhe ma I çmuar dhe ma I lartë, a loti gëzimit. A dini përse vëllezër të ndershëm? Nga se thonte Ibn Kajmi, loti gëzimit nuk rrjedh vetëm pas sabrit dhe pas durimit dhe pas shpresës të madhe në Allahun Azza wa Jall. Pra këto ishin ata burra që cilët patën durim të madh vëllezër të ndershëm, patën shpresë të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Pasi mbar bota I bojkoton, pasi mbar bota I tradhtoi, pasi mbar bota vëllezër të ndershëm I la të uritur, të etur. Pra këto ishin ato lotët e shpresës në Allahun Azza wa Jall. Dhe lotët e durimit, këto janë lotët më të shtrenjta, këto janë lotët e arta vëllezër të ndershëm. Parat edhe këtë në nënvizoje me ndëgjoje me vëmendje që thot Ibn Jauzi, po ashtu e potencon dhe Sufjan e Thauriu I cili thot, nëse has në një lot të gëzimi që del pas provës, dije se Allahu Azza wa Jall është I kënaqur me ty. Nëse vëren dhe një lot gëzimi pas provës të madhe, dije se Allahu Azza wa Jall a për gëzim që Allahu t'ka pranu. Pra na shpresojmë që Allahu Azza wa Jall gjihadin e tyre, sakrificën e tyre, rezistencën e tyre, Allahu Azza wa Jall që ja këtë pranu.